Shumë e lumtur. E di Hanon, sot dukesh vërtet shumë e bukur. Shihemi më vonë, mirë? Shiko çfarë rastësie, edhe ti që nken nxënëse kësaj shkolle? Po, ke të drejtë. A njiheni ju? Unë nuk e dija. Sa çudi, përse u bëre e kuqe? Ule zërin. Kaloj me një herë të prezantimet atëherë. Unë jam mësuesi i ri i muzikës, Taro Mitsuki. Jo do të thotë që do të shoh shpesh. Taro im. Është kënaqësi që u njohëm, profesor. Unë jam shumë e lumtur që ju jepni mësim këtu. Mirë se erdhët. Nuk ju kam thënë ende emrin tim, quhem Hanon Hosha. Mirë, do të shihemi më vonë. Çfarë po të ndodh? Shpresoj që kur të vi programi të praktikojmë shumë orë muzike. Gabohem apo deri pak më parë ishe kundër historive midis njerëzve dhe sirenave? Po ajo kush është? Ndoshta është një nxënëse e re. Po, ke të drejtë, nuk e kam parë kurrë nga këto anë. Ndoshta vjen nga një qytet tjetër. E martë e mira. Sa vajzë e bukur. Ka trup të përsosur, është e dobët, e gjatë. Mendoj se duhet jetë modele. Çfarë rastësie kanë vendosur në klasën tonë? Kush e di nga vjen? Mirë vajza, dua t'ju prezantoj shoqen tuaj të re. Ajo quhet Rina Toin. Por, pse vazhdon të më shoh në këtë mënyrë? Shko dhe ulu tek ai vendi bosh, Rina. E po, rrezikova shumë me atë dallgën në fakt. Përshëndetje Rina, unë jam Lucia Nanami. Dhe unë quhem Hanon Hosha, kënaqësi që u njohëm. Do të ishte bukur sikur të bëheshim shoqe. Do të më pëlqente edhe mua, dukesh simpatike. Atëherë, si thua sikur të bëjmë një shëtitje bashk? Po, çfarë po ndodh? Ku po shkon?